në aspektin e sigurisë nderuar nga njëherë duhet prije dhe fati ty. Ne jemi popull me fat, sepse shteti ynë am është në NATO. Para mendoni, shteti ynë am është në NATO dhe bashkë me Republikën e Kosovës o merr pjesë në Defender 2025. Defender 2025 në aspektin e sigurisë mbrojtjes është vula e çdo debati, sepse ti, për dallim nga shtetet e tjera ku po ju kërkohet domethënë që të mbushet 5%, ti ke arritur në 4 presje 2%. Mirë po, ty si shtet i vogël në Ballkan, po t'u ka jap një përgjegjësi tepër e madhe në aspektin e sigurisë. Pra aty ke kallëzuar përgjegjësi të madhe. E dyta, t'u kanë dërguar edhe 150 ushtarë atje në Ajova që të specializohen edhe më tutje. Generali domethënë me 4 yje, kur ka dalë para Kongresit Amerikan ka thënë se ne po mendojmë që Bonstillin ta kemi domethënë një kamp të përhershëm. Ku ka më fakt se kjo në aspektin e sigurisë, atë për ne shqiptarve, projekt Amerikan, po, dhe ti duhet t'jesh në rrugë të drejtë, gjithmonë proaktiv me aleatin tënd të përjetshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As që bëhet fjalë për tërheqje të trupave nga Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Kosova, ke generali domethënë që e tha këtë, e ka thënë edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, në anën tjetër NATO e ka vetënuar edhe sekretari Rute, ty të mbetesh vetëm që të koncentrohesh për format e tua qasjes proaktive me aleatin tënd përjetshëm dhe me partnerët strategjik, mos të proklamosh asgjë çka ke ti në aspektin e sigurisë, sepse është vetëm e jotja dhe nuk duhet ta di askush dhe duhet të jesh vigjilent gjithmonë për vorbollat e sigurisë. E qartë. Sa i takon zotit Mustafa, nuk e di nëse e kam në linjë tani? Okej, sa po ta kemi, ndërkohë e vazhdojmë prapë në bisedën me Dashefcin për atë në fakt që duhet të bëjë Kosova. A duhet të ndërtoj një strategji të brendshme të funksionimit të sigurisë, në një kohë që vërtet është palë me marrëveshjen Shqipëri-Kosovë dhe Kroaci, por ndërkohë është pak më e brisht për shkak të historisë së saj dhe për shkak të agresionit serb në situatën para 2 dekadave. Mendon se duhet një strategji dhe një strateg qeverisë së Kosovës, apo janë ekspertët e duhur, po bëhet financimi i duhur dhe për te NATO-s dhe KFOR-i që gjenden në veri të Kosovës, edhe puna nga autoritetet në Kosovë po bëhet shumë mirë për të ndërtuar strategji për çdo lloj situate, jo vetëm që mund të vi një luftë fizike në terren, por luftë hibride apo luftra të tjera, apo mund të themi tentativa për incidente që mund të shkaktojë faktori serb. Po, një pyetje e drejtë, domethënë ajo strategjia e Kosovës për siguri, e cila është e hartuar më 11 nëntor të vitit 2022, pa asnjë pikë dyshimi se duhet të rimbushet, korrektohet ose edhe të ndërrohet, pse jo, sepse situata gjeopolitike në botë ty të ka ndryshuar, dhe të ka ndryshuar tepër shumë që nga ajo kohë. Andaj ti duhet ta ndërtosh strategjinë tënde të sigurisë krejt në formë tash tjetër, duke u sillur ashtu siç po sillet bota në vitin 2025, ku gjërat po ndryshojnë ty dita ditës dhe jo javë për javë, dhe duhet të jesh ti në hap me këtë strategji, sepse ti duhesh të jesh sa më i përgatitur për çdo gjë gjeopolitike që të vjen. Ti je në trevat e Ballkanit, domethënë, shteti yt am është në NATO. Andaj strategjia duhet jetë edhe në përputhje edhe me shtetin tënd am, që ta përcjellësh shtetin tënd am, sepse atë mësimin më të mirë e ke nga shteti yt am që është antar i NATO-s dhe pritet që në vitin 2027 të jetë edhe një koqir i asaj që e pam edhe herën e kaluar. Andaj duhet të jemi me masa shumë të shpejta, domethënë duhet të jemi të vendosur që të mbledhim strateg të sigurisë, ekspert të ndryshëm të sigurisë dhe të hartohet ai plan sa më shpejt, sepse është imediat për kohën ku po jetojmë, sepse ne po jetojmë në vitin 2025, çdo gjë ka ndryshuar në vitin 2025. Fakt për këtë ke vetëm 3 ditë e 3 net ajo
rreziku tepër i madh për botën mes Pakistanit dhe Indisë, pastaj ken 12 ditë në Iran që ke një tmerr për ta parë me sy me ato raketa konvencionale, ke një luftë tash 3 vjet më në Ukrainë, kurse ti strategjinë e ke të vitit 2022, po ndërroje dhe formsoje në formën tjetër dhe shkon në vallën e sigurisë, ashtu siç po shkon shembull konkret Gjermania dhe merre model gjithmonë Gjermaninë, sepse po e shihni se çfarë ndryshimesh rëndësore ka në aspektin e preventivës, gjithmonë preventivës dhe mbrojtjes, dhe asë si ta sulmoj diken, por vetëm të mbrojt. Ata i ti me kapacitetet e tua që i ke, me një territor të vogël që e ke, me gjithë këtë ndihmë që e ke nga aleatët, ti vetëm bëje pjesën tënde, pse ajo ty të takon, ta bësh pjesën tënde në aspektin e sigurisë. Dhe duhet ta bësh në mënyrë imediate, mendoj unë. E qartë, zoti Mustafa, i ka Kosova strategët e duhur për të paraprirë çdo lloj sulmi, situatet e tensionuar, apo çka mund të vijë nga faktori serb? Po patjetër se duhet përcillen strategjit në bazë të evoluimit të kohës. Sot mbizotron inteligjenca artificiale në mbar botën, por edhe në teknologjinë ushtarake. Dhe luftra tani nuk po bëhen mes ushtarëve fytafit, por ato po janë dhe po i shohim në teren, janë luftyjesh. Hedhje raketash ose gjuajtje raketash nga një vend në vendin tjetër. Prandaj, për këto duhet ndërtohet një strategji për mbrojtje raketore. Ose të hedhësh raketa, sigurisht edhe tjetri do të ketë strategjin për mbrojtje raketore dhe të ngjashme dhe luftyjesh që do të quhet. Por kjo teknologji dhe kjo strategji është e kushtueshme pafund dhe nuk ka buxhet. Jo vetëm Republika Kosovës, por edhe vendet e rajonit, kur me miliarda, 30-50 miliard euro kushton një aeroplan ushtarak apo të ngjashëm ose një sistem rekator mbrojtës apo të tjera,